Mirë, jemi rikthyer në studio dhe do flasim për kombëtaren pasi Shqipëria sonte luan një ndeshje futbolli kundër Izraelit në stadiumin Erol Benja në Tiranë sonte në orën 20. Kjo sfidë shënon debutimin e trajnerit të ri Rolando Maran dhe nga ana tjetër 2 orë më herët policia ka publikuar edhe masat e sigurisë sepse është njoftuar bllokimi i disa akseve rrugore pranë stadiumit duke filluar nga ora 16:00. Por për të kuptuar edhe pak historikun e ndeshjeve që Shqipëria ka patur me Izraelin në fushën e Blert, jemi në studio me një mik të hapësirave tona televizive, Uvilzami, opinionist dhe zëtar. Faleminderit me dita juve dhe teleshikuesve tuaj. Për të folur për gjëra të bukura siç është futbolli dhe emocione që gjithë na përfshin, sidomos kur luan kombëtarja shqiptare. Sigurisht, pra sport, art janë dy që të ofrojnë emocione që nuk tregohen. Sot flasim pak për futbollin atëherë. Në fakt do doja ta nisja me trajnerin e ri. Shqipëria sonte nis një cikël të ri me Rolando Maran. Ajo që mund të them unë është që ne kemi qenë të ftuar këtu, kemi biseduar dhe që unë kam qenë një mbështetës simpatizant i Silvinjos dhe duhet thënë fjalët më të mira për si trajner, stafin dhe rezultatet që arriti. Por vjen një moment, një cikël që ndryshon, sidomos për trajnerët, është në profesionin e tyre, që mbyllen ciklet, hapet një tjetër dhe gjykoj që ndoshta mund të kishte ardhur momenti edhe për të ndryshuar. Ajo që ne prisnim mundet ishte një trajner pak më ndryshe, ose cili do ishte trajneri i Shqipërisë. Erdhi një farë mënyre papritur dhe zëvendësimi, por unë gjykoj një gjetje më se normale. Nuk mund të pretendojmë që vinë trajnerët nivelit jashtëzakonisht lartë, edhe Silvinjo nuk ishte i njohur, por impakti që pati me futbollin shqiptar, rezultatet që arriti, gjithçka ishte në nivelin që të kënaqem që duhet të jemi entuziast për çfarë u arrit. Unë gjykoj që nëse edhe unë po ta kisha në dorë, do të preferoja një trajner që na njeh dhe që e njohim. Dhe Italia është i vetmi vend. Pra ky është profili i trajnerit që duhet kombëtar. Sepse ka trajnerët, lojtarët i kanë në Itali. Gjuha që është shumë e rëndësishme, e flet ai, po gjithë kuptohet dhe këtu. Komunikimi, impakti është i menjëhershëm. Mendoni një trajner malezes, një trajner që edhe gjuha është një problem shumë i madh. Kurse ato vinë me lojtarët shqiptar që luajnë atje, pra është një njohje, gjysmë njohje që i shërben. Plus jemi afër, futbollin italian e njohim, mentalitetin ja dim dhe janë trajnera që përshtaten në futbollin shqiptar, sepse edhe me klubet kanë qenë trajnerë që kanë pas rezultate. Kështu që unë gjykoj në këtë lloj gjetje trajneri që nuk është e lehtë, absolutisht nuk është e lehtë, unë gjykoj që federata, presidenti kanë goditur një gjetje më se normale dhe të pranueshme. Uvil, dalemi tek takimi i sotshëm brëma, ku fokusi mbetet në kundërshtarin që ne kemi në fushën. 6 takime kemi patur me ta, 4 nga të cilat i kemi humbur dhe 3 kanë qenë radhazi. Jo, unë jam deri në këto, unë jam në 4 takimet, ka një ngjarje, ka një lidhje me Izraelin. Mund të ketë kjo, por unë do t'i referohem takimeve të para, sepse duhet të thënë që me Izraelin në sporte, kudo qoftë, në çdo lloj marrëdhënie nuk kemi pasur komunikim deri në vitet 1990 kur sistemi diktatorial, sistemi socialist, pra ai lloj sistemi me disa shtete nuk kishte raporte dhe ne i kishim të ndaluara të luanim në futboll, por kështu dhe në shfaqje artistike, komunikime me radhë. Një ndërtoi ishte Izraeli, pra Afrika Jugut, Izraeli, Spanja, mbretërit, me cilat ne nuk ndesheshim, nuk luanim. Në fund viteve 90, sikur u zbut pra me ardhen e me dibushatin sport, disa raporte filluan por unë do t'i referohem një ngjarje të madhe që është në 72-shin, Olimpiada e shahut, ku ne do t'ishim pretendent për të futur në grupin finalist, në ra me Izraelin grup. Historia atij takimi që nuk u luajte, që motivi për t'i ra shkurt, sepse është një ngjarje shumë e madhe për treguar një detaj. Po dhe në sportet e lojrave me dorë, federatat filluan të ishin të kujdesshëm kur hidhej shorti që mos na binin ne me Izraelin, sepse Izraeli ishte bërë një favor që merrte pjesë në veprimtaritë europiane në basketbol, në volejbol, dhe që shorti nuk të fal në farë mënyre, por si UEFA, edhe federatat e volejbollit, basketbollit, lojrave me dorë ishin të kujdesshëm shqiptarët mos t'i përplasim, të eliminonim, sepse nuk ishte faj sportistëve që nuk lunin me Izraelin. Kështu që ne kemi një eksperiencë jo pozitive me këtë shtet deri në 90-ën. Pastaj raporti ndryshuan. Për herë të parë jemi ndeshur në 2016-ën me ekipin përfaqësues këtë trajner ka qenë De Biasi. Kemi 2 momente. De Biasi, një fitore, një humbje 3-0, 3-0.
Dhe pas cilës De Biasi u largua nga ekipi përfaqësues. Pra ndeshjen e fundit Gianni De Biasi ka bërë me Izraelin, një fitore që kemi bërë 3-0 kur kishim humbur ndeshjen e parë. Pastaj erdhi Panucci. Lujtëm për eliminatorit e kampionatit botëror me De Biasin, tani lunim për ligën e kombeve. Një fitore, një humbje. Këto katër rezultate pra diun ju thatë edhe për kemi dhe ndeshje më pas. Ndeshjen e kthimit. Ndeshjen e kthimit. Pastaj turne lidhjet, veprimtarit me Izraelin kanë qenë krejt sistematike, normale dhe që në të gjitha fushat. Ndeshja e fundit ka qenë në 2022. 2022. Pra, kështu që unë e konsideroj, ajo pyetja është që gjykoj unë që ç'ne Izraeli dhe Luksemburgu. Në tilla raste unë gjykoj që se kam eksperiencën e shumë shteteve të mëdha. Gjetjet kanë qenë ideale. Nuk mund të luash dot me një ekip të fortë kur ti i ke ndeshjet startin e një trajneri të ri. Në përgjithësi preferohen ekipe jo të forta, që ty t'jepet mundësia të bësh zëvendësime, të eksperimentosh, po dhe të fitosh lojën që të fillohet me një lloj entuziazmi, se nëse do luash një miqësore me Italinë dhe humbet, pra nuk fillon pozitivisht, sepse janë disa element edhe psikologjik. Sot nuk ka rëndësi, pra kanë element ka rëndësi lojtarët që do luajnë, një kombëtare me një trajner të ri që fillon një etapë të re dhe do ishte mirë dhe një rezultat pozitiv. Do ishte mirë dhe një rezultat pozitiv. Mirë, rezultati parashikuar Shqipëri-Izrael, cili është? Unë them që shpresoj të fitoj ekipi ynë, kam parë një farë mënyrë edhe formacionin dhe që lojtarët nuk është se kemi të bëjmë me një ndryshim shumë të madh të lojtarëve. Pra rrënjësor, nuk është. Thuaj se janë ruajtur ato, Maran është një trajner që e njeh lojtarët. Ta se jemi shumë më afër, lojtarët tanë janë protagonistë në Serie A. Kështu që e ka marrë këto dhe unë gjykoj që pastaj ai do të fillojë edhe ndryshimet e lojtarëve, por është referuar lojtarëve që kanë eksperiencë, sepse siç thash që strategjinë e trajnerëve është mirë fillojë me një pozitivitet, startit jetë pozitiv. Ka marrë lojtar, Broja është informacion, Uzun informacion, dhe do të shikojmë, jemi gjithë kurios për të parë çfarë ekipi përfaqësues do kemi, se vim nga një edicion shumë i mirë. Si mendon që do të jetë përqafimi nga ana e publikut për Maran? Ai vetë ka thënë që këto dy miqësorë do shërbejnë për ndërtuar ADN-n e kombëtares, ndaj dhe ju na shpjeguat fakte dhe rëndësinë e një impakti pozitiv, por si do jetë? Duk shok nga një trajner në tjetrin, edhe opinioni ka ndryshuar, sidomos për faktin që nuk them që ka ndryshuar shumë, sepse ne jemi të mësuar me trajnerit italian, pra nuk është një trajner nga një shtet që s'kemi impakte, s'kemi kontakte. Menjëherë befasia ishte që ishte Maran në momentin e parë, pastaj avash fillon gjithmonë të orientohemi sepse vjen nga futbolli italian, nga Serie A, Serie B, pra është krejt normale që të jetë trajner në Shqipëri. Unë gjykoj që impakti do jetë pozitiv, mos harrojmë që një gjë do të them sepse është shumë e rëndësishme. Në Itali trajnerët vinë, janë të përgatitur nga shkolla më e famshme, më e rëndësishme e trajningut botëror, pra Coverciano dhe trajnerit italian dhe sot po shikosh janë preferuar, janë njerëzit që kanë shpikur taktikën, ajo shkollë ka shpikur taktikën dhe ne marrim pikërisht trajner nga ajo lloj sistemi, nga ajo lloj tradite, kështu që unë gjykoj që është krejt pozitive. Mirë. Uvil, sa mund të gjykohet një trajner në dy miqësore si ajo me Izraelin dhe Luksemburgun, sepse kemi kuptuar kur luan kombëtare apo flitet për kombëtaren, koha është luks. Shumë dakord, por mos harrojmë se ka disa raporte sot që kanë ndryshuar. Nuk kemi më në atë kohën që ke shumë kohë që ndrosh me kombëtaren, me përfaqësuese një trajner. Sot maksimalisht janë 3 ditë, 3-4 ditë. Dhe një ndër arsyet që trajnerët e klubeve sot flasim edhe në Europë, pra nuk preferojnë të shkojnë me përfaqësuesen, siç kemi rastin në Itali, si nuk vjen dot një trajner i huaj i klubit. Edhe në Itali nuk shkon dot sepse nuk është mësuar. Trajnerët e klubeve e kanë javën në mënyrë sistematike që punojnë me skuadrën, i njohin problemet mirë. Në harkun e 3-4 ditëve ti vjen, grumullon lojtarët dhe të duhet rezultati. Nuk është e lehtë, kanë ndryshuar raportet sot. Kështu që unë do ta konsideroja me rëndësi këto dy ndeshje, me rëndësi fakti që kemi dy ekipe modeste dhe që do ishte me rëndësi absolute të fitonim, sepse rregullimet, zëvendësimet, afrimet e lojtarëve bëhen dhe me kohë.
unë kam parimin e futbollit italian, më mirë një fitore, dhe tjerat mund të harrohen pak, kurse fitoria, rezultati, ban gjallë optimizmin. Kështu që ne kemi nevojë për dy ndeshje, dy fitore që të kemi atë frymën e mirë dhe optimizmin. Edhe barazimin nuk do ta pranoja, edhe pse në aspektin sportiv gjithçka ndodh, Po, sigurisht. Vil, jo për të gjykuar Maran, por më shumë për të kuptuar edhe filozofinë se si ne kemi zgjedhur ata që ka qenë në krye të kombëtares. Folëm për shkollën e futbollit italian dhe kuptojmë që ne e kemi tendencën që të zgjedhim të huaj ata që i kemi në krye të kombëtares, po a mund t'ia besojmë në kombëtaren një trajner italian, ndërkohë që Italia në vetvete nuk ka patur një duket mirë qoftë edhe në raport me botrorin? Kjo është e vërtet kjo që thoni ju, por është edhe aq shumë e vërtet që, siç thash, Italia është vendi i shkollës futbollit botror, pra Coverciano, dhe mos harrojmë që edhe sot në Europë, në botë ka shumë trajnerë i Brazilit është italian. Pra për t'ju referuar, pra në shumë klube përfaqësuese janë në Turqia ka trajner italian. Pra është edhe unë e them me kënaqësi sepse nuk ka impakt një trajner i Malizit, trajner bullgar, trajner i Ballkanit po flas, ose trajner tjetër pak më larg. E kanë treguar faktet, largo hiç Brigelin që erdhi nga Gjermania, por ishte trajner ka qenë kroatët, se janë afër futbollit ton, pra afër mentalitetit ton, njohin futbollistët, një trajner që mund vi nga Hollanda këtu nuk ka dot ritmin. Po nuk mund të kemi ne një trajner shqiptar? Unë gjykoj që akoma jo. Kemi trajnerë të mirë, kombëtarja kërkon tjetër kualitet. Kërkon atë kualitetin edhe ende jo, dhe unë gjykoj që shiko. Këtë e them me konsciencë absolute, që presidenti Duka ka një nuhatje, një eksperiencë të jashtëzakonshme. Nuk ka gabuar në asnjë zgjedhje trajnerësh, fillimisht po sepse ishte fillimi. Në të gjithë trajnerët që ka marrë ka qenë jashtëzakonisht është edhe nuhatje, është një lloj dhuntie. Unë se bëj dot, sepse nuk zgjedh dot një person për diçka të thjeshtë, jo trajneri në një ekipi përfaqësues që ka disa element, komponent shumë të rëndësishëm. Dhe gjykoj që eksperjenca ka treguar që presidenti nuk ka gabuar. Në Itali e kanë shumë problem për zgjedhur trajnerin e ekipit përfaqësues. Është një problem jo i madh, por shumë i madh. Kurse u gjykoj që intuita e këtij presidenti nuk gaboi absolutisht në mënyrë me Silvinion, me Rean përpara, me trajnerët kroat, një vazhdimsi që edhe tani është një aftësi dhunti për të nuhatur që ky trajner është i përshtatshëm për ekimin përfaqësues, mjedisin ambientin për të shkuar deri këtu, se mundet që jo çdo edicion mund të pretendojmë. Edhe pse pretendimet për të qenë janë krejt normale dëshi sepse nuk ka më diferenca të mëdha nëpër skuadra. Italia 3 herë nuk shkon botror, dhe shkon në Bosnia. Për të treguar që një farë mënyre kanë ndryshuar raportet edhe disa skuadra kanë bërë luajnë shtetit, luajnë për kampionate të mira dhe që mund të jenë lojtar, mund të jenë decisiv në faza të ndryshme të këtyre veprimtarive. Emergjencë përmendë Bosnjën, ne përmendim dhe të flasim pak edhe për Kosovën. Në qoftë se bëjmë një krahasim të kombëtares shqiptare dhe kombëtares së Kosovës sot që flasim, mos gaboj shkuan deri në play-off të Pothuajse njësoj jemi. Pothuajse njësoj. Pothuajse njësoj pra. Trajneri i Kosovës është Gjerman? Po bra, po sepse një farë mënyrë Kosova ka patur edhe më tjetër impakt me këto lojtarë, shumë lojtarë kosovarë luajnë në Gjermani. Pra është një tjetër impakt i tyre ndër vite. Kurse ne impakti me botën ne u hapëm mas 90-s dhe nuk ishte thjesht pra vetëm Brigeli ishte Gjermani që erdhi këtu që pati rezultate. Dhe kurse tjetër raport kanë kosovarët me Zvicrën, me Gjermanin, janë rritur atje, kanë një lloj tradite dhe është krejt normale të vijë një Gjerman, flasin gjuhën që drejtoj Kosovën. Pra siç ne italishtën, në Kosovë është gjermanishtja. Dhe impakti që kanë, dhe po shikojnë gjithë lojtarët e asaj zone, janë shumë preferuar në Belgjik, në Gjermani në farë mënyre. Kështu që janë shpërndarje, por në raport jemi pothuajse njësoj. Ato në fazën shkuan atë fazë që edhe ne për pak gjë mund të ishim shkuar pra fazën në fazën finale. Uvel, një pyetje fundit nga ana ime, për të folur për vjeshmërinë që kanë yjet e mëdhenj që kemi ne shqiptar marrë nga klubet sportive si Italia apo dhe mëtej. Gjimshiti, vijimi rrugës së tij, ai vet ka folur që nuk i mungojnë ftesa dhe mundësia për të luajtur edhe në vende më të mëdha, por ka zgjedhur që ta kryejë këtë detyrë edhe për disa kohë me radhë në kombëtare. Sigurisht që kombëtarja është një pjesë e rëndësishme e futbollistëve, jo të gjithë kanë mundësinë të luajnë. Dhe si thash pra që është ka edhe momente që mund të jesh lojtar shumë i madh, i dëmtuar nuk luan. Një ndër lojtarët kryesor në historinë e futbollit shqiptar, pra unë që i kam jetuar nga viti 65, edhe që kam patur mundësi të shikoj lojtar niveleve shumë të flas shqiptar në ekipin tonë përfaqësues, ky është një ndër lojtarët kryesorë. Dhe shikoj lojtar i matur, i ekuilibruar, lojtar i mirë, dhe mos harrojmë një detaj, që
të luash në Serie A, siç është edhe Broja, pra ka një alternativë për të luajtur me Lazio, ne kërkojnë, është një element, një moment i rëndësishëm për karrierën e çdo futbollisti. Mund të luash në Premier League, por të gjithë duan atë gavetën e Serie A, pra atë vështirësinë, atë çfarë Serie A, edhe pse tash nuk kemi nivelin maksimal Serie A, po të gjithë duan. Dhe kush arrin të luajë në Serie A është ta di që ka vlerë absolute, sepse futbolli italian në Itali, gjysma italist ose 70% luajnë futboll. Jemi në vendin e futbollit, vend latin, ku gjithë jetojnë dhe ti je lojtar titullar me Atalantën, protagonistën në Serie A dhe protagonistët edhe në Europë. Kështu dhe tjerët, ato që luajnë. Pra unë e vlerësoj në mënyrë absolute. Mendoni sa italian janë që nuk luajnë dhe luajnë pra gjemësitë me merit në mënyrë se nuk të aktivizon askush, po se meritove. Kështu që unë jap një vlerësim absolut gjithë këtyre. Zoti Zajmi, faleminderit shumë. Urojmë shumë që mbrëmja sot. Shpresojmë sonte arbitrish nga Mali Zi, ndërsa me Luksemburgun arbitrin e kemi kosovar. Treshin arbitër kosovar. Mirë, dakord, urojmë shumë sepse dim që zemrat do na rrap pak më fort në orën 20. Do shkoni juve, se dhe ju e preferoni, frekuentoni. Do bëjmë maksimumin. Jemi hasur në stadium disa herë. Jemi përshëndetur. Do të Zajmi gjithmonë mirëpritur për të folur për gjë të bukura siç është sporti dhe futbolli dhe emocioni që vi fundit. Ka mirë, është momenti të bëjmë një shkputje shkurtër publicitare për të rikthyer me një profil shumë interesant, një oficer policie, 63 vjeç, një nga policët e parë të Kosovës që nga krijimi i forcës në 99-ën, me një fizik fantastik dhe do na bashkon studio për të rrëfyer gjithë rrugtimin dhe historinë e tij.